Dragi gledaçi, Denis ka vonashat e emisija. Po shqip, ojte. Apo, unë do flas shqip, për dallim nga studentët, unë mundem. Çka është më kjo punë? S'ka provim në gjuhën shqipe, a la do merremi ne me këtoa? Studentët në vend se me harxhu kohën me mësu për provim, u raskapitën në rrugëve të kërku kushte elementare të garantuara me ligj. O Ministri i Drejtësisë, shumë i pa drejt po kallëzohesh. Ama historikisht kur ngrihen studentët bëhen ndryshimet e mëdha. Kështu që ju përgjegjësit, thirrni mendjes. Unë jam Teuta, ky është Troç. Pethohem gjithë këtë Troç sot me Vlanin. Mirë se ke ardhur, tha dole pi turmës. Po më në fund dolem për turmës, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ti që ke nda kohë e ti se është e lodhshme e gjithë procedura, po kështu si vjet mu natyral të të pyes ty studentët, a di kështu me ledhatim, çka jeni çu pesh Beloçka? E po kur nuk kapesh, nuk dukesh i rëndësishëm, detyrimisht çosh pak pesh, edhe kjo kulminoi në pargje, të hënë, pargje kulminoi, edhe ishte një atmosferë e bukur shumë, domethënë ashtu si ka jetë studentëve. Edhe tani edhe kur flas me kolegët gjithë po më thuan shumë një emocion interesant që se kena përjetuar asnjëherë, edhe i kuptoj se ishte diçka ndryshe nga ajo që e përjetojmë, të fjeturit, të qëndrojmë çdo kohë në ligjërata, të lëm ligjëratat edhe dolëm aty gjithë së bashku në një atmosferë shumë. Ju për ligjëratat ti lini me punë këtë punë, a? Po tash shfrytëzon pak rastin. Kemi shkull mes. Gjenerata Z po kallëzohet e fort se po shkruajnë mediat që është gjenerata e... Po, shif, na kena... Mos i them ato fjalët pa lidhje, po e din ti ke lexuar. Unë do kisha thënë edhe se gjeneratat para nesh kanë qenë ndoshta edhe më të forta, po ne kena humbur pak atë humbëm atë traditën e protestës, po shpresoj të ishte kthy. Por i kthehet ka dale. Por i kthehet, besoj se edhe në qoftë se bëhet diçka më të qetë, edhe më të vëmendshëm do jemi edhe më të bashkuar. Këtë çështje rastësisht e keni ngrit mu në portal, rastësisht qelloi po them tash, po jo rastësisht e ke ngrit mu në redaksinë e portalit që në nëntor 2024, pra ka ngalu më shumë se 2 vjet. Çfarë ka ndryshuar prej kur filloi gjithë kjo deri tash? Po shi, atëherë portali ishte një prej vetmeve media që ishte pak e interesuar më të raportojë në këtë çështje, atë me Arditin, si jam gabim e bëm ai është autor, po ishte edhe një mirë Arditin që ka qenë edhe student në UA. Edhe kjo ka qenë një ka nisë iniciativë nga Fakulteti i Drejtësisë dhe dërguan, por nuk morën përgjigje, e pastaj unë isha kryetar i parlamentit. Vetëm kështu official, pa shumë Po, pa shumë remuj, thanë kjo është shumë problematike për ju studentët, se do ta jepni provimin kryesor në gjuhën maqedone, edhe thamë prit se tani e marrim studentët në dorë, do bëjmë pak zhurmë. Ashtu? Zhurma jep rezultat. Shpesh zhurma e konstruktuar. Shumë njerëz nuk e dinë se ka 2 vite që është nisur kjo. Gjithë mendojnë që ka tani 3 muaj të fundit që është bërë te, po kjo nuk është e vërtetë. Tani u bë më shumë kështu trendi në media dhe prandaj morën vesh të gjithë dhe mendojnë se tani ka filluar. Po gjërat e mëdha dojnë kohë. Kjo është edhe nuk bëhet shpejt, ne kemi marrë me shumë pozitivitet dhe me shumë qetësi, nuk marrim hapa të nxituar. Gjithçka në koordinim, se kur nxiton atëherë mund bëhet diçka keq. Po do plakë gjërsa të diplomës. Gjërsa të marrësh provimin se po. Tani shokët edhe më ngucin se edhe ti s'do japësh në gjuhën shqipe provimin, kështu si ke nis. Po unë jam i mendoj është ngadale, sigurt. Po ti jepe në fund të ditës në maqedonisht, më me rëndësi është për gjeneratat e ardhshme, si një revolucionar që po kallëzohesh, apo? Tani se është bërë temë, tani do të shfrytëzohet momentumi dhe nuk do të lëshohet ajo qëndrimin edhe mbaj. Edhe se po të na thonë një thënie që është nuk është në gjuhën tonë, por çdo çudi zgjat vetëm 3 ditë. Ashtu është, po. Edhe kjo është realiteti. Edhe protestat 3 zgjatën, Mos, po ne. Jo, edhe ka qenë shumë mund ta mbash gjallë këta 3 muaj vazhdimisht në takime dhe ka qenë gjithë e planifikuar se si do e mbajmë gjallë. Po pse u rin gjallë çështja 2 vjet ca tash para 3 muajve, po afron në provimi? Po për mua më afron provimi, edhe për kolegët tjerë që më tani e kanë kryer. Po, jo realisht, ne kemi patur
shembullun me atë grupin Ose sërish vjen Marsi. Sërish vjen Stinet. Gjithë në Mars. Po jo, pranvera ka atë lezetin e vet që Normal, ka të gjitha po. protestat studentori janë bërë në pranverë, se ka atë vrullin, ajo koha as nxehtë as ngrohtë, apo ishte pa planifikuar. Ashtu? Them drejtën, ishte pa planifikuar. Se Gjithë kjo po ndodhi thojnë që që ishte një premtim që pas zgjedhjeve lokale do bëhet. këto zgjedhjet dhe na lodhën bre. Edhe kaluan zgjedhjet lokale dhe rastisht Asgjë, takova një përfaqësues, ja tha tani të hënën tha e kam takimin me grupin punues, grupin Okej. e ekspertëve, thonë aty drejta që s'ka takim. Asgjë. S'ka kur gjë. Edhe tham aj pak kapim një qasje ndryshe, të bëjmë pak më nxehshëm me disa kolegë nisëm mbledhjen në shkrimë në për fakultet. Shëm pak si Sa student jam në total në juridike ti? Total nuk e di se sa Rafërsisht. Po mund të them që 70-80% e studentëve të cilët ndjekin ligjërat, që janë aktiv në ligjërata, se tani ne kemi mbajtur atë, kemi marrë në shkrimet në ligjërata, nuk kemi shkuar në shtëpi tu ama. Ashtu dhe ashtu. E tash kush ka rastis aty, ndoshta dikush nuk ka qenë, dikush ka qenë. Ata gjithë kanë nënshkruajtur, nuk kam dëgjuar ndonjë student të kishte. Jo kështu në përgjithësi si informacione desha këtë numrin e, po nuk e ke, a? Fatkeqësisht jo, nuk janë edhe më shumë se na, ndoshta ka një numër më të madh, po edhe prapë rreth 400 studentë nënshkruajnë një peticion, nuk janë pak. Aq nënshkruajtë, no? Ta janë domethënë. Ta janë shqiptar në fakt. Po, janë studentë shqiptar. Fatkeqësisht unë kontaktova disa kolegë të Maqedonë, që edhe ata të na përkrajnë. Ju përkrajnë? Jo. Gen Z, come on. Nuk gjenerata juaj po njihet për mendjahapërsi, për Po, normalisht ajo pajtohem me atë pjesë që nuk e di, do duhet t'i pyetni ndoshta ata se si e kanë qëndrimin ata, si mendojnë ata. Ja. Po, mirë e ke. Next time të shohim. E më trego pak për rrjedhin me cilë zyrtar jeni taku deri tash, kështu ato. Realisht takimet e para kam pak me zotin Fetaj, si zëvendës kryeministri i parë dhe zotria Fim Gashi. Okej. Të dy premtuan që do ketë zgjidhje, po tash ato a e din glitchin ose ngërçin se ku qëndron? Ose veç thojnë po e kena një takim tonën. Nuk e di. Nuk e di? Jam shumë i kujdesshëm në këto temat, se tani kam marrë më për masën më ndaj dhe çdo gjë që them mund të kapet diçka ndryshe, se këtë e presin ndonjëherë njerëzit, dhe do me gisht tje me këtë tje me atë. Edhe do të jemi shumë të kujdesshëm pra për mbështetjen e tyre dhe ata që ndajtën kohën ata kojnë, jam shumë faleminderues. Pastaj pas kësaj realiteti është që nuk është zgjidhur deri tani, edhe ka 2 vite që do më thonë kot në thojza, po. Në thojza. Shqip është në kompetencat aty, është në kompetencat e ministrit. Po mirë, janë përfaqësues shqiptar tonët në qeveri, kështu që përfaqësues tan janë edhe të gjithë ministrat qeve qofshin. Sepse ne kemi kuptimin, nëse është shqiptar është përfaqësuesi, ai ndoshta ka marrë votat e shqiptarëve, se partitë ne ndahen në parti etnike, nuk ndahen në parti ideologjike. Kështu është realiteti tash. Kjo realiteti na. Po ne përgjithësi, ne pra përsëri edhe ministri i drejtësisë kur ke 400 studentë që kërkojnë një shërbim, t'u afrosh shërbimin. Tani folsha me një mik që e kam nga Bullgaria, thotë për doganat këto, nuk e di çfarë është një aplikacion që ishte, domethënë ishte i shtetit ajo veçfaqja. Shërbimi po, Shërbimi ofrohet në gjuhën shqipe. Se shteti ka parë nevojën se ka shumë njerëz nga Shqipëria apo shqiptar që përdorin atë dhe kanë vështirësi ta kuptojnë në gjuhën bullgare. Çka bëjnë? Kanë bërë veçfaqjen e kanë përkthyer në gjuhën shqipe. Po mirë, tash nevoja e do të jetë praktike edhe të na. Do të jetë praktike edhe të na. Si ne kena të garantuar me ligj, po këtë ligjin duhet pak me shfletu më mirë, me kuptu më mirë, me debatu më mirë, apo që mos të vinë momente të cilat na çelin tema të këtilla ose probleme të këtilla tani jasi me ju studentët. Po ta tregoj një rast që të hym pak më konkretisht çka është Belaja. Për lejen, në manastir ka ndodhur rasti, më ndodhi, ndoshta është një krahasim banal, po them. Testin e teorisë, pasi mësova gjithë ato sa janë 700.000 pyetje që shqip, mësova shqip sigurisht, terminologji e gjithçka detaje, shkova ta jap testin edhe në ditën që unë kisha regjistruar, paguar gjithë ato, më thonë nuk ka shembull shqip, nuk kena pyetësor shqip, na fal, e dim që ke të drejtë, tati me atë attitudin znajme, amajte e kështu, duhet të paraqitesh edhe
do të thirim ne kur do jemi hazër, atë kur do kemi gati këtë, e kur është kjo, po ndoshta edhe një 3 muaj do kalojnë, 3 muaj, unë mezi i gjeta disa ditë të lira që të jap provim 3 muaj. Edhe u detyrova të bëj maqedonisht, u paraqita pas një jave përsëri, pagova para, e din gjithatë, edhe mësova të gjithë materialin në mësova edhe një herë në maqedonisht. Po këmbgulës s'kisha kohë, vllau, në s'kisha kohë. Tashi besoj që gjeneratat mas meje do ngrenë zërin për tjetë këtë çështje e zgjidhur, po ja, për shembull, më ka ndodhur mu. A është arsyeja e juaj si student të juridikut, te terminologjia dhe te koha që e merr për shembull i gjithë procesi për të mësuar prej fillimit materialin ose për të mësuar kryesisht materialin në maqedonisht, për dallim nga ato që keni studiu 4 vite. Po normalisht është arsyeja. Shumë më vështirë është. Po them arsye shkencore, si student, atë jo arsyeja si shqiptar. Është terminologjia juridike maqedone është krejtësisht diçka ndryshe nga ajo shqipe që e kemi mësuar. Po, normal. Për atë arsye edhe ne kemi parashtruar të kërkesë, po kur shohësh që institucionet tona ende nuk janë të gatshme të ofrojnë shërbim dhe të jenë korrekt ndaj ligjit e kushtetutës, e vetë qytetarëve të Maqedonisë, se ti nuk kemi 5%, 6% që thua hajde se do të mësoj gjuhën shqipe. Kemi 30% qytetarëve që janë shqiptarë dhe flasin gjuhën shqipe. Jashtë asaj se shumë prej atyre e dinë edhe maqedonishtën, po përsëri ne duhet ta mbajmë, mendoj se palaqet duhet ta mbajnë një qendrim korrekt kundër neve dhe ofroj shërbime për na. Okej. Çka është përgjigjja konkrete nga qeveria ose atë që e quajmë ne tash fajtora, aty ministrin e drejtësisë. Çfarë ai patjetër më dal me një letër, apo që më thon, o me vlan, çtu po shkruan ashtu si thu ti, po, gjua shqipe, po që tu përshkruan një gjë tjetër. Ai patjetër me pas një një oficialitet, pse ta refuzon ty edhe skrit studentëve këtë kërkesë? Ligji për provimin e jurisprudencës nuk parashet gjuhën atë si do mbahet. Po drejtësia nuk ka gjuhë tani në fund ditës, jo. Ai nuk thotë aty se do të mbahet gjuhë maqedone, as nuk thotë se do të mbahet gjuhë shqipe. Thotë që është provim për njohuritë profesionale, për progresor njohuritë profesionale. Kaq thotë provim. Tregon ata kushtet, kreditet. E ky tash ne i famshëm i ligjit të përdorimit të gjuhëve, që ka një pjesë aty që është me plasa. Ka një parim në juridik. Ne duhet mirë të shtrëngohemi që mos ketë momente të topsisë. Ka një parim në juridik që është parimi i mirëbesimit, domethënë kur nxjerrësh një ligj, kur bën kështu kontrata, se ne ka mirëbesim se do kuptohet ajo që do ta arish. Ajo ta interpretosh ti pastaj si duash. Po të lutem, se historia e ka të shmuk të që thua ti, po jo, do patjetër me qenë. Për përdorimin e gjuhës në një paragrafi 3 shumë qartë thotë që aty i cekën drejtoritë, gjërat institucionet, dhe aty është një fjalë e vogël që thotë komisionet. Ministria e Drejtësisë krijon komisione për ta mbajtur provimin e jurisprudencës. E tash, derisa ligji për provimin e jurisprudencës nuk parashet gjuhën të cilën duhet mbahet. Mbahet në gjuhën maqedone. Në çka bazohet? Në kushtetutë. Çka janë gjuhët zyrtare në kushtetutë? Janë gjuha maqedone, shkrimi i saj civilisht. Edhe gjuha që flasin se paku 20% e qytetarëve. Ma thuaj arsyen konkrete që ta ka shpalos qeveria. Ata na refuzon ministri i drejtësisë, na refuzojnë herë të parë me arsye se ligji për gjykatës, për noter, për përmbarues, po parashet që po ti punosh të profesione, du të kesh një juridik gjusë maqedone. E njëjti rast është për administratën shtetërore, po do të punosh në administratën shtetërore, du të kesh një juridik gjusë maqedone. Qartë, se do punosh me të dy. Tash provimi për administratën shtetërore jepet në gjuhën shqipe, këtu nuk lejona. Ku, pse? Pse kjo është ndonjë arsye, se po folim friendly, apo s'ka lidhje, do t'i harojmë këto nervozat e vjetra, di që po na... Jo, se jam tipare nervoz. Po jo, unë jom nervoz, se unë kam përjetu shumë, dhe të një stankohem. Diskriminime, bla bla, di, tash këtë piheqi manash, po folim direkt. A ka dë një arsye të vërtet, ja ku jemi bashkë, ti je në fund të studimeve, do të bësh edhe masterin dhe do të vija pastaj edhe provimi i jurisprudencës, të cilën do duhet ndoshta se s'ka kohë, besoj, të japish edhe në maqedonisht. Tash, ti e ke mendu ku do punojsh ma vonë, të kesh një punë që janë i përmende më herët. Dhe jesh avokat, noter, gjykatës, prokuror, bravo, do jesh gjikundi sa më lartë, inshallah. Po ti do ballafaqohesh përsëri me terminologjinë maqedonase të jurisprudencës, apo. Do me thonë, a i mëson tash, a i mëson tu pa tu bo, kimi mësu një herë, apo.
Se do të duan. Tash ti thua, Sa advokat tash ti. jo, pasha zotin, po foli veç kështu. A di, Është e vërtet kjo? a është e vërtet kjo? Po, Se ja ku jam unë jam gazetare, apo? Tash gjuhën maqedona, se ne kemi pas lënë, se ti mund me më thonë nuk nuk është kjo gjuhë maqedona, se nuk kemi mbajt gjuhën maqedona, se kjo është test profesional. Po të gjuha si gjuhë mëson ti rregullat gramatikore bla bla, nuk mëson terminologjitë profesionit apo. Unë e di sa është ma merr mendja. Sa është e gjerë, se s'muj me ditë, po ma merr mendja, se është shumë e gjerë, apo? Apo, shumë e komplikume. 4 vite në gjuhën shqipe, Po, tani mësosh ka ama ti një nuk në gjuhën e maqedone. di, ama ti nesër ti jeton në një shtet multietnik, edhe nesër bosh një njeri përfaqësues i të gjithëve, apo edhe do kesh raste edhe në Shqipe, maqedonisht e bla bla. Ne në rast ku nuk kemi thënë diçka kundër gjuhës maqedone. Ama tregoma do të duhen këto në të ardhmen, nuk jam devë. Normalisht që do na duhen ato në të ardhmen. Po tani, diku du të fillohet, diku du të niset, edhe hapi parë për të thyrë kjo, se tash ligji për përdorimin e gjuhës parashetje dhe gjykata të mbahen në gjuhën shqipe. Sa ka shans ta kjo të ndodh? Po ligji nuk e ndalo. Tash ndoshta duhet pak me koordinim për gjykatësve, për këtyre. Ndoshta me këtë iniciativë hapet rruga. Mund shërbej si katalizator. Pse ne mos kemi asnjë seancë në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk ka në gjuhën shqipe. Serbia ka seancë në gjuhën shqipe, ka në gjuhën hungareze, ka në gjuhën bosnjake, ne këtu nuk kemi seancë në gjuhën shqipe. E diku duhet niset. Në mund ne të qëndrojmë atë, po se ju nuk do mund ta punoni atë, për atë juve detyrimisht ju duhet maqedonisht. Jo, duhet të niset diku. Edhe kjo është aspekti i parë, që kjo është hapi i parë. Hapi më i lehtë mu duk që provimi të mbahet në gjuhën shqipe, po na doli që është hapi më i rëndë në këtë qasje. Pastaj arsyeja e dytë është edhe tregu i punës. Një avokat, një gjykatës që din gjuhën shqipe, dhe ka seancën në gjuhën shqipe, edhe din edhe gjuhën maqedone, dhe ka seancën në gjuhën maqedone. Po, normalisht që është përpara atij që si din të dy gjuhat. Do jetë shumë më i kërkuar se një gjykatës që din vetëm maqedonisht. Po. Që do të thonë që edhe në këtë aspekt shqiptarët do jenë pak më mirë, më të aftë në treg. Shumë mirë. Jepeni provimin në gjuhën maqedonase. Ha? Shife, unë këtu po du me dalë tash, se mos ma hupish sensin. Transferi që bëhet. Tani, të shohim pak, nuk i di fix numrat se si janë. Por off record që kam bisedu me këta profesorë që i mbajnë, se ka dhe profesor shqiptar në komisionet provim të jurisprudencës. Ashtu? Ta gjithë na thuan që studentët, juristët që vinë të nështronë provim të jurisprudencës kanë 30 e ca vjetë. Vënohen të i mësu. Ata punojnë në administrat, punojnë shumë bytë, ndërsa ata mësojnë gjuhën. Njoh shumë kolegë që kanë kry tash studimet, kanë kry masin, kanë plotsu kushtet për ty në provim të jurisprudencës, nuk hynë dot. E pagun këtë me kohë. Nuk hynë dot, edhe kjo koha që na merret është e dëmshme. Se tani, për shembull, ti nëse punon në administratë shtetërore, si jurist, dhe ke normalisht drogën më të vogël sa po të punosh si avokat, po të punosh si gjyqtar. Po, ama atëherë do të duan patjetër. Provimi i jurisprudencës nuk garanton pozitën si gjykatës apo prokuror. Të ti ishte ashtu atëherë ndryshe. Nuk garanton, po a them më herët që do jesh më i përgatitur nëse i din të dyja. Po, ama ky transferi ndodh shumë më lehtë nëse ti nënshtrosh provimit kryesor në gjuhën shqipe. Si do të ndodhë më lehtë? Po më lehtë se ti nuk nënshtrohesh në gjuhë, tash për shembull unë flas për vete, kryj masterin, nështron provimin në gjuhën shqipe. Edhe pastaj përgatitna step by step për gjykatë, për akademi. Step by step prapë në bosh 35 me vlla. Djersa ti mësisht të dia. Jo, shiko. Ama nuk të duhet vetëm si provimi i studencës nuk të duhet vetëm si gjykatës, prokuror, por të duhet edhe për tregun privat, ka kompania që të kërkojmë vetëm nëse ke provimin. Pra deri te momenti i madh do punosh diçka. Po, do të tash ne 400 studentët juristë që kanë shkruar peticionin nuk do bëhen gjithë gjykatës e prokuror. Do bëhen atë do punojmë në tregun privat, pastaj me provim të jurisprudencës do jesh shumë i kërkuar se në administratë shtetërore, do kesh pak më të lartë në administratën shtetërore. Po ndoshta prandaj s'dojnë me marrë juve, ë? Pikë pyetje se dim. Ndoshta. A është protesta më e gjerë? A është kauza më e gjerë se sa vetëm provime? A është në fakt një nismë për implementimin e gjuhës shqipe? Po shohim që po devion, jo po devion në negativë, sorry.
sorry, e tërheq fjalën, jo në negative, po shumë që po zgjerohet në më shumë po degë, sfera, po dëgjojmë domethënë tani a di eufori, vullnet më të madh për të mbrojtë gjuhën shqipe në kuvente dhe gjithandej. Shumë mirë. Jo, nuk e mbrojnë gjuhën shqipe, mbrojnë ligjin dhe kushtetutën. Nejse, po pse tani? Shumë mund ta thunë portalet të parës tjetër, kupton? Mirë. Ata mbrojnë gjuhën shqipe. Bravo. Ne mbrojnë ligjin dhe kushtetutën. Bravo. Si bëhet që mediat të palës tjetër mos të keq interpretojnë situatën, bëhet me kontroll. A di me kontroll të fuqishëm kur ngrihen kauza të këtilla, do të pas shumë kujdes. Tani juve 50 minuta keni bërë ti drejtësi për gjuhën, 1 sekond UÇK edhe aty na kapën. Ajo, po ti shoh lehtësimin janë 5 sekonda që është bërtitur. E di unë, e kuptoj se gjithmonë kështu ka ndodhur. Nëse është bërtitur UÇK, jo ka nga ana e studentëve, tash ato mund ta shprehin, është liria e shprehjes, ato çka duan të përtasin aty. Kur të punojmë mençur, parolat tona kanë qenë, nuk e pat asnjë parolë pankart me shkrime nacionalistike atë mund të kontrolloni, partijake. Këta i kemi kontrollu. Nuk ka pat asnjë fjalim nacionalistik apo partijak. Ditë kanë qenë kështu të kontrolluar dhe shumë me vëmendje. Po tash kjo shpëtoi iku euforia. Kur e kërkon pikën e zez do e gjesh. A kupton? Po mu më vjen zor, pse ta gjej? Hajde, më mirë. Ta gjej, çfarë ti them unë? Aty kanë dalë 2000 studentë protestojnë se nuk mund ta mbajnë se ministri i drejtësisë nuk e përdorën gjuhën tonë, nuk e zbaton ligjin, nuk e zbaton kushtetutën, po gjen dredhina. Ata pse nuk ka simbol shtetëror? Po prit be shif pakat bashkëqytetarin ton pse ka dalë? Pse nuk ngjiret ai? Se tash flamurit e kanë mbajtur, secili si i kanë gjetë. Okej. Do kush ka mbajtur flamurin e Amerikës, nuk jemi në Amerikan. Okej. E kanë gjetë të simbolizon lirinë, ashtu do kush ka mbajtur flamurin shqiptar sepse ja simbolizon atë. Po pse kanë dalë ta bashkëqytetarët tanë? Pse për çka kërkojnë? Çka janë revoltuar ata që kanë dalë 2000 studentë aty? A mund t'u gjejmë një zgjidhje këtu? Po jo, çka bëjnë ata? Nuk ka pat asnjë flamur Maqedonas, bëje ta ngjehet ja studentën shqiptar, ta ngjehet ta mbajë flamur. Andaj mbështetje nga shteti që të mund të. Po jo, deklaratat kanë qenë mediatike, fakti kërkoj falje, po kanë qenë shumë nacionalistike në mediat që janë shumë të përhapura. Ata studiojnë në universitetet maqedone të paguar nga taksat maqedone, pse ne nuk paguajmë taksa. A vetëm maqedonasit paguajnë taksa, turkët as paguajnë taksa. Unë jam sigurt se ka pat ndonjë protestë turkëve ku ka pas vetëm flamuj turk. Po të na, ku kish vetëm flamuj shqiptar janë kap. Ti ja sot ke linda? Ti e din se si, po, edhe je aktivist që sa vite, edhe je studenti juridikut, e din shumë mirë çka keq përdoret, cilat janë ato momente të vogla, po ti tha, nëse do... Herës tjetër unë do e marr një flamur maqedon, po çfarë do të bëjmë atëherë? Hajde. Po shumë mirë, atëherë do gjej një gjë tjetër ku do ketë një lëshim. Pse ka vesh majt zezë, se nuk ka vesh majt me... Sigurisht. Kush do ta gjejë e gjen, po kush intereson? Kur edhe ministri i drejtësisë ke 2-3 veta aty para ministrisë drejtësisë që kërkojnë zbato ligjin. Po tash ai s'po do. Ai na kthen përgjigjen në gjuhën maqedone, që detyron në komunikim të na kthej në gjuhën edhe në gjuhën shqipe. Po s'dina ai ku dina ai? A është Filkovi ai kryesori, më i keq, ja? Kryesori, ja. Ashtu? Ai është? Nuk e di as më i keq. Mendoj në thojza kështu sa për çështjen tuaj, ai që nuk u plotson kërkesën. Unë nuk besoj se është e mirë që një A mund ta ai sot për nesër me shly këtë çështje me rregullu? Po? Po pse po thotë do të më shku te Komisioni i Venecias, do të më prit një vit e gjysmë, bla bla. Shif, kretë kjo vim prej deklaratave, se kryeministri një doli kra neve, unë biledora me një shkrim në Facebook, faleminderit shumë për përkraje, faleminderit për mbështetjen, që doli në krah të studentëve, u pa një lloj kështu një euforie edhe prej studentëve që unë dëgjova edhe prej kryeministrit tanë, se ka i fundja fundë është edhe kryeministri jon, do të mbajë qendrimet që janë pro neve. E dinaj shumë mirë. Pastaj pat me një takim ne me kryeministrin e vendit. Ai aty na sqaroi qartë shqip, tha qartë maqedonisht. Okej. Po maqedonisht që kërkova përkthyes, nuk pat përkthyes. Nëse tha unë determinista të kërkoj mendim prej Komisionit Venecian. Edhe unë i thash, a mund të na garantosh se kur do marrim përgjigje? Okej. Po tha, nuk e di, 1-2 vite do të shkoj ai. A shkon. Oficialisht ai shkon. A na garantosh që nëse marrim përgjigje do e implementoni? Tha, nëse marr përgjigje pozitive, po kthy përgjigje negative, se shif Kryeministri vendit aty cekoi diçka shumë interesante kur e dha deklaratën e dytë me 9 shkurt, më duket se ishte. Ajo tha
le të hyjnë në provimin e respondencës edhe këta në gjuhën turke, në gjuhën vlehe, në gjuhën bosnjake. Kur gjë kundër atyre skemi. Okej, Edhe tash pse gjuhët atyre nuk përmbushin kushtet ashtu, nuk janë gjuhë zyrtare. Nuk ka fakultete të drejtësisë në gjuhën turke. Përkatëse, po. Në gjuhën vlla, jam shumë pro asaj që të Let jetë në fund ditës, po. Nuk mund ta krahasosh, Nuk mund ta krahasosh, jo. E dija që në qoftë se shkon në një ligj aty në Komisionin Venecian, nuk vin përgjigje pozitive. Pse e din ti, ku e din? Patjetër ajo se nuk e përmbush atë aspektin ligjor. Bisedova jo vetëm unë nuk Kurse përmbush profesorët e juridikës, se për shembull ajo duhet të jetë në pajtim, do të thënë kur bën harmonizim të ligjit, duhet të jetë në pajtim me ligjin për përdorim të gjuhës. Ajo nuk i plotson ato kushte se vlehet, turkët, bosnjakët nuk përbëjnë mbi 20% të popullatës. Okej, kërkesat e komisionit do të përfshijnë edhe këta, do vite negative, e pastaj po të vite pozitive, do na thoshin ka ta pritse zgjedhjet e kësaj, pra ishim komplet kundër të shkoj ligji në Komision Venecian. Ligji për përdorimin e gjuhës është i qartë. Në 23 paragrafi 5 thotë rase nuk harmonizon në afat për një viti, institucionet, organet shtetërore detyrohen të zbatojnë ligjin për përdorimin e gjuhës. Nuk ka aty çka filozofon lex specialis, lex generalis, këta gjëra. Lex specialis për përdorimin e gjuhës derisa nuk e rregullon vetë ligji për provimin e jurisprudencës, nuk e rregullon as për gjuhën maqedone. Po duhet të bazohesh në ligjin për përdorimin e gjuhës. Për atë arsye, ti nuk mund të ne t'ja kapim 2-3 nene do i zbatojna. 2-3 nene dispozita, jo, ato s'na pëlqen. Edhe arsyetimi ka aty se neni 9 është në ai për që është për gjykatët është në kartë mendim negativ prej Komisionit Venecian. Mendimi është po negativ. Në aspektin buxhetor, Maqedonia nuk ka buxhet të implementojë në gjithë Maqedoninë dëgjuesin se ka frikë se përshkelet parimi i zvarritjes procedurës. Është një parim juridik, po s'ka lidhje ajo. Domethënë nuk kemi parë buxhet për ta bë atë. Kjo është ajo. Okej. Edhe po të ishte ashtune, derisa është në gjykatën kushtetuese, nuk është rrezuar ende neni dispozita. Është e vlefshme. Edhe po të rrezohet, provimi i jurisprudencës nuk ka kur gjë të bëjë me atë ligj. Nuk ka, është se tash ai thot pravosudni od sistem edhe pravosudni od ispit. Nuk ka të bëjë, ndoshta e kanë emra të ngjashme, ashtu duken të afërta. Po nuk ka të bëjë provimi i jurisprudencës. Provimi i jurisprudencës është provim që organizohet nga Ministria e Drejtësisë, nga komision, krijon komision. Do të thonë edhe në ligjin për procedurat e përgjithshme administrative, në 2 është çdo procedurë që inicohet me kompetencë të organeve shtetërore, në kupton procedura administrative, që në kupton edhe kjo është procedura administrative që në fund kulminohet me marrjen e certifikatës që është akt administrativ. Qartë. Atë gjithë anët ne kemi ligjin kanë ajo, nuk ka ligj që thot kundër kësaj ose diçka, edhe po të ishte kundër. Ligji për përdorimin e gjuhës e rregullon atë gjë. Ama qëndrimi i qeverisë nuk është që jo edhe pika, po? Po, ama nuk është edhe që po edhe pikë. Po mirë, nuk është jo edhe pikë, është e mirë, dhe gota gjysmë mbushur. Unë mendoj që duhet të vinë më një kohë në Maqedoninë e Veriut ku duhet të ketë një qëndrim shumë më pro gjuhës shqipe, të reflektojë atë realitetin demografik në vend dhe të mundsohet të gjërat që na për shembull kam parë raste dhe bankat ku nuk përfitojnë. Po veloç krejt është përditshmëri kjo e gjithë, ne e dim shumë mirë, po. Duhet të kemi një mirë kuptim për bashkëtarët. Unë nuk jam duke kërkuar me ta mohu tynje të drejtë. A është momenti tani për këtë ndryshim? Po, pse jo, pse të mos shpjegoj. Pse ata 2-3 njerëz që ishin partia aty, nuk ishin gjithë jurista, ne 400 jurista maksimum keni. Qartë. Maksimum kemi qenë 400 jurista. Ata kanë qenë kolegë tan nga fakultete të ndryshme që kanë edhe ato vështirësi. Për shembull të arkitekturës e kanë nuk kam provim, po gjithë procedurën për ta marrë licencën e kanë në gjuhën maqedone. Ajo organizohet nga Oda Arkitektëve. E dim për zotin. Edhe kështu të gjitha këta njëjtë Odat nuk e respektojnë gjuhën shqipe. Po. Duhet të ketë një mirë kuptim, aty ka edhe shqiptar. What next, me plan, çfarë do bëni? Çfarë do bëni? Shif. Do vazhdoj protesta, do vini kampe, do çfarë do bëni? Jo, do restiponi atë gjeste. Unë me atë mikun tim Besarin, që është edhe kryetar parlamentit tonë Nën Tereza, kur e takova për herë të parë, ja dham fjalën njëri tjetrit që edhe po të jemi tek në 2. Do rrim aty, jo? Do rrim aty para Ministrisë të Drejtësisë. Po sot ku je sot? Si e ratë ti çtu. Ama edhe kjo është protesta, edhe këtu je. Normalisht tash. Në paraqitje publike. Ne nuk mund të dalim për ditë aty, kemi ka shumë studentë. Obligime, po, sigurisht. Obligime sendet qytetarë, mund të na bashkohen për ditë. Po tash ky grupi organizativ që përbohet për më shumë veta, më shumë persona. Iniciativa vazhdon. Jo se kanë dalë gjithë para kamerave, ka njerëz që nuk njihen, po kanë punuar me shpirt e me zell aty për të bëu njerëz. E pse një me ti çfarë merr përgjegjësinë? Jo, s'po marr përgjegjësinë unë. Po tash të kërkon edhe guxim ta marrësh. Bravo, shumë mirë, po. Përgjegjësinë për të organizuar protestë. A je nismëtari gjithë kësaj ose? Po, shif,
Ndoshta po nuk do kisha dash ta etiketoj veten ashtu, a? Shumë veten se ka shumë veta që kanë kontribuar shumë. Okej, po se kështu shikuesit e kanë atë përshtypjen që ja ky djali e ka nisë ti po del atje në për intervista, ama mirë, the duhet guxim të dalësh të tregojsh qendrim edhe të Tash ajo është ndoshta e vërtet, po nuk do kisha dash shumë datë. Okej, shumë mirë. Është mirë të mbajmë të jemi humble, në një mënyrë Shumë mirë, tjetër, të mbajmë shumë. Jemi një grup më i madh që kontribon vazhdimisht në këtë. Shumë Shumë veta si që nuk kanë dalë para kamerave, por ka një kontribut të madh. Kjo e pa edhe Pargje, ku aty kem qindra student, qindra profesor, qindra qytetar. A keni plan konkret, çka do bëhet më tej? Okej, komisioni, bla bla, qeveria thot po jo, ky tjetri thot do shohim. Ai që kanë dëgjuar pak ata fjalimet tona, ne kemi qenë I kom dëgjuar për zotin, po harmonizimi të ligjit, harmonizimi të çdo të bëhet para 7 viteve. Po tani çdo bëhet. Çfarë mendoni se ka hapësirë ku të rrasësh pak atë, që të dilni mirë nga e gjithë kjo, të paguhet e tëra. Po shif, në qoftë se kjo grupi organizativ, qendrimi jonë qëndron aty, duhet të mbahet në gjuhën shqipe. Mirë. Edhe nuk lëvizin për asaj, po grupi organizativ tash ka shumë njerëz që jemi për të organizuar edhe një radhë, derisa të kryhet, domethënë të mbajnë. Edhe një radhë protestash? Ndoshta po. E tash s'm flas vet, aty do të pak me një grup me të madh, po besoj se edhe ata i kanë qendrimet e ngjashme. Pak të pushoni, ja? Po detyrimisht unë vetë s'kam flet nga 6 shtator në ditë. Paktën fizikisht. Po, jam me 3 orë gjumë jam të javën, edhe ka shumë tjerë, kemse këtu dash posterat ngjiten, banera, e flit me atë, fol me këtë, aty ka shumë gjëra këtu. Buks kam humbur 3 kg vetëm gjatë javës fundit. Ani vera tash më mirë. Kupton se edhe kur pyetsin kolegët e sa vetë asu do jemi, e thash mund të jemi 5 ditë, mund të jemi 5000, aty të shohim sa do marrë jehonën tëra, po. Nuk na lan vet, edhe pse ka pas shumë sulme, etiketime, unë gjithmonë e kam cek, do të jem partitë politike të na të kujdesshme, ne kemi mbajtur çdo qendrim që nuk flasim shumë për politikë. Tash kur marrin qendrime detyrimisht pak ti komentosh. Tash pse hyre këtu kot? Edi ke ashtu ton good luck me vllanë edhe tu të përcjell të hash buk. Po jo, mos i nuk i fare. Pasi po hym çto. A ka s'ka ngjyrë, sepse jo, nuk them unë, nuk them unë. Po thonë media, ta di. Po çet media. Kryesisht Maqedona se i kishin shkruar aty, mi kishin plasuar një listë me emra, Filani. Si do hekish termin e kërkesës së studentëve të drejtësisë që janë duke kërkuar që 2 vite ndryshe. Trego, çka do bëjnë? Do e tentojnë ta etiketojnë. A ka pat, tregoni mua, pankart politika ka pat? Po mirë, prezencë të personave të cilët një forme kanë lidhje direkte me parti. Për deputetët që ishin aty, të opozitës. Po jo, ato janë direkt përfaqësues të vetes, student. Student kema pat për gjithë partive. Kema pat studentët kanë qenë, domethënë në grupin ta. Ti ku vjen? Unë jam ma partia. Unë kam ditë familje në Gjermani. Po ti voton aty, s'ka lidhje tash. Ato preferencat janë personale, po. Votuar me vite me radhë, po. Ta biti tregoj këne. Nuk jeni të politizuar. Jo, fare as se si, edhe çdo kush që tenton të na politizojë vetëm i bën dëm. Neve. Shqiptarëve dhe studentëve. Kur kemi dalë me thirrje, kemi dalë për të gjithë. Ne nuk kemi lobuar as kundër asnjërs parti, po as nuk kemi pro asnjërs parti. Le të dalin gjithë ata që mendojnë që kemi të drejtë për këtë kërkesën tonë, të dalin e të rinë pas neve. Aska nuk mund ta përzëm ti mos hajde ose ti më hajde. Si tash dikujt ti vje mirë që kjo protestë, dikujt si vje mirë, çfarë bëhet? Çdo herë ka dy palë. Ama shif te studentët pse s'është ashtu? Po jo, tash studentët e bëjnë atë të vetëm, po grupi organizativ përbëhet prej meje, miqve të mi, kryetarëve të parlamentit, edhe ka aty edhe njerëz, figura që janë të dy bllokeve, edhe të pozitës edhe të opozitës. E tash mediat maqedone ndoshta dashojnë da kapin fotografia që është pak ja filuar me njërin parti. Se kapin edhe këtë tjetrin. E po tash e tham pak më herët se nuk ka mediat tona fatkeqësisht do ta bëjnë atje. E po media tona nuk janë shumë të trajnuara në këtë aspekt. Ne kemi shprehur shpesh herë, besoj se u fa edhe nga protesta, nuk pat asnjë incident, ishte paqësore, parollat në thirrjet tona kanë qenë shumë fjalimet kanë qenë gjitha. Okej, mirë, korrekt, jeni politically correct, Ne kemi shumë qartë dhe këtë qendrim do e mbajmë. Në moment që unë do mbaj qendrim kundër njerëz parti, aty gjysma e njerëzve nuk i kemo. Do hiqen, e vërtet është po. Normale. Këtë duhet të mbrojt, këtë interes do të mbrojt. Jo se interes, po është ajo se ashtu jemi marrë vesh miqne. Ata që janë aty mbena, nuk mund të dalin parlamentet studentore, ata janë baza kryesore. Shumë mirë, unë të besova. Mund dalin parlamentet studentore me qendrime politike.
Se ata Ashtu nuk është, ai ashtu ata janë përfaqësues të gjithë studentëve. Ashtu është. Edhe ato nuk do ta them, për atë kemi dalë me thirrje. Tash do njëri do tentoj të na etiketoj, do njëri do tentoj ta marr për vete, do njëri do tentoj të na përçajë se këta kanë ndosë. Ashtu dhe? Pa. Po thash Po ne- unë, tash është edhe momenti i brishtit tillë që Në çdo dalje televizive, në interpretohet. çdo thirrje, kemi thënë hajdeni të gjithë. Mhm. Nuk është Ministri i drejtësisë është Iznamit. Nëse kemi kundër dikujt, e kemi kundër atij, kundër Filkovit, që ka shprehur një albanofobi të madhe. Dhe në qoftë se dalja e qytetarëve ka qenë aq e lartë dhe studentëve ka qenë ajo albanofobia dhe kjo nuk do tolerohet, nuk do tolerohet një ministër të mbajë qëndrime albanofobe kundër studentëve. Të mbajë ashtu, ai duhet të gjejë dialog. Tani na ka kthy, na ka thonë, po do bëjmë dialog. Pse nuk na e tha në fillim këtë dialogin? Po pasi pa 2000 student, 3000 student aty para Ministrisë kur Drejtësisë. është ai takimi i dialogut ose së Nuk e di, nuk e di caktuar? për çfarë do të dialogojmë ne aty. A Ligji ne është i shkoni qartë. dëgjoni. Dëgjoni ku e ti del diçka. Good luck me plan. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve. Ky ishte Troç. Fjala siç është.